Kryediplomati Donika Gërvalla qëndron në krye të ministrave sa i përket harxhimeve në udhëtime jashtë vendit gjatë legjislaturës së kaluar. Ministrja në largim ka marrë mbi 15.000 euro mëditje për një vit, ani se në 2024 nuk ja solli shtetit asnjë njohje apo antarësim në ndonjë organizat. Agjencia për parandalimin e korrupsionit ka publikuar deklarimet e pasurisë të zyrtarëve publik për vitin 2024. Ministrat e qeverisë së drejtuar nga lëvizja vetëvendosje, mes të tjerash kanë publikuar edhe mëditjet e marra për udhëtimet zyrtare. Gjithsej buxhetit të shtetit të Kosovës, këto udhëtime i kanë kushtuar 45.670 euro. Ministrja në detyrë e punëve të jashtme është kampione në marrjen e mëditjeve. Udhëtimet e saj jashtë shtetit kanë kushtuar mbi 15.000 euro. Në deklarimin e saj, Gërvalla ka renditur udhëtime zyrtare në vende të ndryshme, edhe pse ndikimi i këtyre është par pak. Zëvendës kryeministri tjetër, një herësh edhe kryen negociator në bisedimet me Serbinë, Besnik Bislimi, ka marrë 3.908 euro. Më pas, ministri i punëve të brendshme Xhelal Zvelsha për postë që thuajse se cilën javë të vitit të kaluar qëndroi në veri të Kosovës, duket se ka pasur edhe udhëtime jashtë vendit. Për këto ai ka marrë mëditje prej 2.798 euro. Në anën tjetër, ministra në detyrë e drejtësisë që po tenton të bëhet kryeparlamentare Albulena Axhiu ka marrë mëditje vetëm 760 euro. Ministri në detyrë i financave Hekuran Morati nuk ka deklaruar fare mëditje, ndërsa ministri i industrisë, ndërmarrësisë dhe tregtisë Rozeta Ajdari ka marrë mëditje në shumën prej 2.560 euro. Ministri që lavdërohet se i ka menaxhuar më së miri në Europë paratë e Ministrisë së Bujqësisë, Faton Peci, ka marrë mëditje plot 4.594 euro, ndërkohë zëvendës kryeministrja nga komunitetet Emilia Rexhepi ka marrë mëditje në shifra tepër të larta. Për një vit ajo i ka deklaruar 6.364 euro. Ministri i administrimit të pushtetit lokal Elbert Krasniqi ka deklaruar se ka marrë mëditje mbi 2.300 euro për një vit, ndërsa Ejup Maqedonci, i cili ka drejtuar Ministrinë e Mbrojtjes, ka deklaruar mbi 3.060 euro mëditje. Artane Rizvanolli, e cila ka mbajtur postin e ministres së ekonomisë, e që bën thirrje që të kursehet energjia elektrike, krahas shumës së lartë të parave që i ruan nëpër banka, këtë vit është pasuruar edhe me 1.911 euro nga mëditjet. Mbi 1.600 euro mëditje ka marrë edhe ministri i shëndetësisë Arben Vitia, ndërkohë ministri i infrastrukturës Libur Naliu ka marrë mbi 3.200 euro mëditje. Nga ky fond ka përfituar edhe ministri i kulturës, rinisë dhe sportit në një shifër prej 1.380 euro, ndërkaq Fikrim Damka, ministri i zhvillimit rajonal, ka marrë 2.500 euro mëditje.